Në botën tonë, mbretërit, kryeministrat dhe presidentët shpesh kërkojnë nderim përmes forcës dhe shfaqjeve të madhështisë. Por Jezusi, shkrimi na thotë se hyri në qytetin e Jeruzalemit mbi një gomarë të përulur, duke përmbushur një profeci të lashtë. Kur turmat përhoritnin Hosana, lavdi, ata kërkonin një mbret që të rivendoste mbretërinë e tyre toksore. Por Jezusi erdhi për të rivendosur marrëdhënien e tyre me Perëndinë atë. Ta mirëpresim atë si mbret, do të thotë, të ftojmë në çdo hapësirë të jetës sonë, jo vetëm në hapësirat publike, ku dukemi përpara të tjerëve, por edhe në hapësirat private, ku fshehim betejën dhe turpin tonë. Ai është një mbret që nuk vjen për të përqeshur topsitë tonë, por për të mbuluar me dinjitetin e tij mbretëror. Ta kurorësosh atë çdo ditë, do të thotë të rreshtemi së provuarit të jemi mbretër të jetës dhe reputacionit tonë. Dhe të lëmë atë të na drejtojë në çdo gjë.